Tensioni i syrit shkaqet, shenjat dhe kur duhet të shkoni patjetër te mjeku. Sytë janë të brishtë e të rrezikuar nga një sër probleme shëndetësore që shkaktojnë dhimbje e probleme me shikimin. Një prej problemeve në fjalë ka të bëjë me ndjesinë e presionit të fortë në sy që shoqërohet me dhimbje të mprehta e të forta. Presioni në sy ka të bëjë me ndjesinë e tendosjes së fortë brenda syve. Në këtë artikull të Agroeb do të mësoni më shumë për këtë problem, shkaqet dhe trajtimet e mundshme. Shkaqet e presionit në sy. Ekspertët thonë se një gjë e tillë mund të shkaktohet nga dhimbjet e kokës, problemet me sinuzitin, dhimbjet e dhëmbit apo dëmtimi i nervit optik. Infeksionet e sinuseve. Një nga shkaqet më të zakonshme janë infeksionet e sinuseve që shkaktohen nga baktere të ndryshme që zaptojnë zonën pashundës, syve dhe mollëzave. Infeksionet të tilla shoqërohen me dhimbje në këto zona, bllokim të hundëve, sekrecione, koll, dhimbje të kokës dhe veshit, por edhe plogështje temperaturë. Dhimbjet e kokës. Dhimbjet e kokës mund të nxisin ndjesinë e presionit në sy, por jo vetëm kaq. Dhimbjet e kokës shoqërohen me pezmatim të muskujve të qafës së shpatullës, skuqje të syve, enjtje të fytyrës, rënje të qepallave e të. Sëmundjet autoimunitare. Sipas të dhënave, sëmundjet autoimunitare mund të shkaktojnë enjtje apo inflamacion në zonën pas syrit. Kësaj ato dëmtojnë nervin optik që transmeton informacionet vizive nga syt tek truri. Në raste të tilla, njeriu mund të përjetojë humbje të shikimit, probleme me dallimin e ngjyrave, dhimbje të syve dhe dhëmbëve. Dhimbjet e dhëmbit. Një problem me dhëmbët ose nofullën mund të tensionojë muskujt e fytyrës. Një gjë e tillë nxit dhimbjet e kokës, fal të cilave presioni tek syri bëhet më i ashpër. Kur duhet të konsultoheni me mjekun? Një konsult me mjekun është e nevojshme kur ju keni temperaturë të lartë, turbullim apo rënje të shikimit, dhimbje të forta të kokës apo humbje të ndjeshmërisë në trup. Trajtimet në kushtet e shtëpisë. Ekspertët rekomandojnë zbatimin e një regjimi të shëndetshëm ushqimor. Ata këshillojnë konsumin e ushqimeve të pasura me vitaminat C, por edhe me bakër, selenium dhe zink. Sipas tyre, njeriu duhet të tregojë kujdes me pirjen e sasive të mëdha të kafeinës e cila shton presionin në sy. Konsumi i bollshëm i lëngjeve është i domosdoshëm, thonë ekspertët. Sa i përket gjumit, ju duhet të flini me kokën lehtas të ngritur që të zbusë presionin ndërsa ju flini. Nëse përdorni medikamente ose solucione për sy, qëndroni strikt ndaj dozave të rekomanduara. Në të kundërt mund të dëmtoni nervin optik. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.